Në një seancë joge, po ishin duke marrë frymë që s'po dim ç'a të bëni më. Frymarrja nuk pëlqeu, atëherë do ta fillojmë me frymarrjen, t'ju them diçka që yoga është shumë dimensionale. Dhe kush na mban në këtë jetë? Është pikërisht kjo fryma. Fryma, po, kontrollosh frymarrjen. Çdo klasë joge, hecë çik më poshtë më shumë ti u Okej, bukur shumë. Çdo seancë joge, çdo klasë joge fillon me frymarrje. Pra fillon me qetësim. Nuk ka rëndësi se si jemi këmbë kryq, jemi kështu, i shtrim këmbët, jemi mjafton të jemi rehat. Mund të jeni në karike. Vetëm të jemi relaksuar, po. Jeni rehat. Dhe është pikërisht kjo frymë që ne na sjell rehati. Është kjo frymë që ne na balancon energjinë e brendshme. Pra, quhet në gjuhën e jogës prana. Pikërisht kjo pranë na jep neve energjinë për të jetuar. Prandaj frymarrja është më e qëndrueshme dhe është shumë për të bërë. Çfarë do bëjmë tjetër? Po, se unë shoh dhe fotot që përveç të pozicionit janë dhe këto kështu shtrije, gjëra, janë ca pozicione kështu do përpiqem, mos janë veç si duhet sot ndonse nuk e di si mora masat, po ju po. Okej, edhe unë po ju them, po vazhdoj përsëri. Po shikon pozat se si bëhen, shtrihen këmbët, një është me kokë poshtë, një është i përkulur shumë. Dhe unë po të them që disa njerëz akoma nuk e kanë të qartë që yoga nuk është vetëm një ushtrim fizik. Pra nuk është vetëm një frymarrje, nuk është, në thelb është shpirtërorja, në thelb është gjithë qenia e brendshme të bëhet njësh edhe me universin, me gjithësinë. Pra është një vetnjohje e brendshme. Por që të arrish të bësh vetnjohjen tënde, duhet të përcaktosh disa rrugë të disiplinuara për vetveten. Dhe një nga rrugët është edhe aktiviteti fizik. Që shumë njerëz shikojnë ushtrimet dhe mendojnë që kjo është vetëm yoga. Ose shikojnë ato pikërisht që neve filluam me sy mbyllur me frymarrjen, që e lidhin edhe me meditimin. Si është diferenca midis jogës dhe meditimit? Meditimi, kjo është prap një gjë e bukur që po ma thë se po më ndihmoni të them gjëra shumë bukura që i përkasin jogës. Meditimi është pjesë e jogës. Nëse dikush thot, unë bëj yoga, por nuk bëj meditim, ai bën një pjesë të parë të jogës që është së brendshme, së jashtme, më falni. Pra, aktiviteti fizik është së jashtme, ne e shohim. Frymarrja është së jashtme. Vlerat personale dhe lidhja me të tjerët, përsëri këto duken dhe janë së jashtme, por përqendrimi është së brendshme. Meditimi është së brendshme. Pra, lidhja me vetëdijen e jashtme, vetëdia e brendshme është përsëri së brendshme. Pra, ti je vetvetja. Pra, në këtë rast, në këto 3 fundit që thash, ju po meditoni, po hyni në rrugën e meditimit. Sa ndihmon kjo në personat që vuajnë nga ankthi, nga panikataku, gjithçka. Pra ka njerëz që vinë për këtë arsye për të çliruar nga kjo gjendje që fatkeqësisht një pjesë e madhe sot po e përjetojnë dhe po vuajnë. Pra e shikojnë seancën e jogës dhe meditimit si një zgjidhje. Absolutisht po.
por unë do të them një thonjë që e thojnë edhe mjekët, më mirë është që t'i vish për para të keqes, së mundjes, se sa ta kurosh, është e vështirë. Pra, njeriu nuk duhet presi fundin, pra, kur fillon, sepse nga ankthi, nga paniku, nga stresi, fillojnë dhëmbin muskujt, dhe disa njerëz nuk e kuptojnë pse i dhëmbin muskujt, janë pikërisht këto ngarkesat të jetës së përditshme, e kur shkojnë tek organet, kjo do të thotë që është në një fushë tjetër për t'u parë pastaj. Ina, te ty më bën shumë përshtypje, sepse i mësuar që jogën në Shqipëri është një kulturë e viteve të vona, nuk është shumë e hershme, nuk daton shumë herë, dhe zakonisht janë vajzat e reja që e kanë sjellë, ndërsa nuk e di se si e qasur ti në një zonjë në moshën tënde dhe qasesh dhe të kuptosh jogën. Ka të bëjë kjo me formimin tënd, si e njohur ti? Atëherë, duhet t'ju them se para meje ka të tjerë akoma më të rritur që kanë sjellë jogën në Shqipëri. Janë mësuesit e mi të jogës, shumë të nderuar, madje njëra nga mësuesit ka bërë dhe një libër joge në Shqipëri, është libri i parë jogës që ajo ka bërë, Pulikseni Gorishti, por qasja ime ka qenë pikërisht nga këto mësues që më futën. Nina, ti mund të bësh edhe joga. Ishte çështje pune. Çështje pune, jo se ti kishe nevojë, ndjeve nevojën se kishe ndonjë problem shpirtëror. Jo, absolutisht. Po, unë e kam nisur sepse shumë njerëz më pyesin si, unë thjesht më ndihmoi shumë koncepti mbi ushtrimet fizike, këtë e kisha shumë të thjesht, pra unë mund të korrigjoja teknikisht, nuk kisha fare probleme të shikoja me një sy fare të lirë të korrigjoja të tjerët, frymarrjen, por duhet të dini që jo çdo kush mund bëj yoga. Mosimdhënie, më falni. Me qënë se më pyete si je në këtë fush. Nuk mundet, sepse të vjen së brëndshme diçka. Ashtu si që vjen juve, së brëndshme. Nuk mund të bëjt çdo kush. Është përcjellje e energjisë. Ose juve bëni ndryshe nga të tjerët. Se çdo kush mund të bëjt, por ju e jeni ndryshe dhe unë jam ndryshe nga gjithë të tjerët. Mund t'jem më mirë, më keq, por do mësojmë. Tashmë kohëve të fundit, duke qenë se joga është përhapur shumë në Shqipëri, si po qaset kjo tek njerëzit? Është kthyer tashmë në kulturë? E besojnë që joga realisht ndihmon shpirtërisht, sepse ka një persona skeptik realisht, ka persona që mendojnë që joga nuk bën asgjë, është thjesht një lloj PR-i që mund të jetë bërë kohëve të fundit, por në fakt është më shumë se aq. Absolutisht. Unë gjitha shkallët që përmenda më përpara, të gjitha pikat janë në lidhje me këtë. Njerëzit mund të klikojnë se interneti të gjithë mund të futemi, por jo çdo njohuri që marrim, pra çdo informacion është i saktë. Duhen gjëra më të thella. Dhe është diçka shumë e bukur që unë e them. Nëse do të fillosh yoga, së pari duhet ta fillosh me një mësues të certifikuar që të japi drejtimin e duhur dhe mund të dalësh edhe të bësh në shtëpi vetëm, në studio kur jeni. Pra, gjithë të investim kohe apo parash që mund bëj dikush, duhet ta ketë për veten që të investoj në jetën e tij. Pra, jo kot për një trendi. Kjo është për shëndetin fizik, mendor dhe emocional. Është një shkencë e vetë trupit, e vetë jetës. Është një shkencë që ka 7.000 vjetë, që është aprovuar para 5 vjetë, apo jo, më shumë, para 10 vjetësh, u aprovua nga shumë vende të botës që joga të kishte ditën e saj të veçantë. Sepse është e njohur për përfitimet. Në mirëqenien e jetës. Nëse mund të listoni edhe një herë përfitimet e jogës në shëndet edhe në mendje, cilat do të ishin? Gjithçka, si nga ana mendore, përqetësinë mendore, nga ana fizike përmirëson fleksibilitetin, pra përkulshmërinë, ndërton forcën, me anën e frymarrjes që sa e tham pak më parë, balancon energjinë e brendshme dhe të jep jetë së brendshme, pra ti mbush në çdo frymarrje trupin me energji, dhe pjesa e fundit që ne tham për qëndrimi dhe meditimi, apo meditimi drejtuar, ose do ta thoja yoga nidra, siç e thojnë në gjuhën sanskritisht, është yoga e gjumit, thuhet që nuk bie as në gjumë,
As pa adhuruar. Ja, ndërmjet, pavarësisht se shumë njerëz të paktën unë këto shikoj në mos i më thënien time, i zëgjumi. Vërtet, a shumë relax. Po, fillon edhe flet... Pra është një lloj mekanizmi, do thoya unë, që shtervit edhe trurin edhe trupin. Po, kam bërë që në seancat e tua kanë ardhur edhe moshat e mëdha. Ka ftuar tashmë dhe zonja, gra, pra vinë aty edhe realizojnë seancat e jogës. Atëherë, ka diçka specifike që ato të shprehin? Zonja më e madhe në moshë është 74 vjeç. Por, ajo nuk ka ardhur sot. Ajo ka ardhur, atëherë kur unë gati kam filluar jogën, se unë kam 22 vjetë gati, pra ka që bëj joga, ajo ka qëlluar në 18 vjetë mbase mund tjetë, dhe vinte bashkë me vajzat e saj, që ishi 25 vjeçare atëherë. Dhe nuk e ka lënë? Nuk e ka lënë, në base ka shkoputjet e veta çdo njeri, sepse kur janë të reja, mund të bëjnë fëmijën, të angazhimet, por rikthehen. Dhe është, për të thënë, kjo dhe do ta them, një studentja ime, thotë, kam dëbinjak, dhe dëgjonin të tjera që edhe nuk kanë fëmijë fare, por kam bërë një pakt me bashkëshortin që ai do kujdeset për fëmijët në orën time të jogës. Pse? Sepse unë marrë energji të mira kur i kthehem në shtëpi, jam për gjithçka. Pra nuk edhe burri. I thash, burri zgjuar, e ço gruan joga. Po meshkujt e frekuentojnë jogën? Janë shumë pak. Dhe nga përvojat që kam pasur, mbase meshkujt e kam pak më të vështirë, sepse mendojnë që joga ka ushtrime jashtëzakonisht që të bëjnë të fortë, të forcohesh, por zgjasin muskujt, mbase meshkujt kanë dëshirë të smadhojnë në shpatulla, të ngrejnë girat. Po, është dhe çështje paraqyshimi, po. Shumë nga ana. Thjesht e shikojnë në këtë mënyrë. Shikoj si formë palestre, që nuk i jep diçka që ata kërkojnë. Këtë mendojnë ato. Ka dhe nga ato që bëjnë joga, por janë shumë pak. Sepse ka dhe meshkuj që realizojnë seansa joge, prandaj... Dhe janë shumë të pak. Dhe zakonisht pak në kontekstin shqiptar, le të jemi realist, një mashkull që bën joga do të paragjykohej. Ka ndodhur që të ketë meshkuj që kanë shprehur në mënyrë private që ta shkon Nina do kisha shumë dëshirë, po këtu në Shqipëri është pa konteksti kështu për një mashkull që bën joga. Ka një lloj kompleksiteti. Nuk më ka rastis kjo. Nuk thjesht nuk kanë kohë, ose e shikojnë në këtë mënyrë, siç thash unë. Ka pasur raste në seancat e jogës, klasat e jogës, kanë pa vajzat apo gratë që kanë realizuar ushtrime pak më të vështira dhe nuk kanë ditë me i bë dhe janë tërpru, edhe kanë filluar të fshin djersët. Si janë dyrësit edhe shumë. Nise, mua ato ushtrimet që po shohim edhe te fotot pas, duken shumë të vështira, ja kjo për shembull. Atëre, do ta bëjmë çik këtë. Nxjerrë prak te zonja që ishte, se do ta kthejmë sërish. Kapa me vonesë, ajo është pikërisht 74 vjeç. Ajo zonja është 74. S'dukej fare. Sepse e kapa vonë. A i bëjmë çik këto ushtrimet? Unë duaj që ato ushtrimin për shembull ta provoj tiri. Atëherë, nëse do t'i pyesja, po çfarë ke nevojë, çfarë të dhon? Gjithçka. Zakonisht e fillojmë me lëvizjet e qafës, me përkulje. Këto janë ushtrime edhe qetësuese, edhe të buta, edhe t'japin energji. Frymarrje me bën në fillim. Kështu po fillojmë me disa, mund të qëndroni në çdo lloj pozicioni, e nëse nuk mundeni, mund t'i shtrini këmbët dhe përpara të rinit. Ne po bëjmë sikur po çohemi se un pim. Shpinën, si të doni juve. Nuk ka ndonjë. Mbështet. Po ti ushtrive fare? S'ka jo. Jo, mbështet o fare. Ato që do t'i lëvizi kokë. Po, kokën e lëviz. Atëherë, syt faktikisht do t'i bani hapur, ndonjëherë kur bëjmë ushtrime mbyllen syt vetvetiu. Po, se të vjen natyrshëm. Të vjen natyrshëm. Marrim frym, e përkulim mjekrën drejt kraharorit duke nxjerrë frymën. Çoj lart përsëri kokën, frymarrje, mbrapa frymëzjerje. E përsërisim këtë ushtrim, frymarrje në qendër, vare mjekrën poshtë, lart përsëri me frymarrje, mbrapa me frymëzjerje. Kalojmë në qendër, kujdes nga ana e majt. Lëshoje sikur do prekim veshin
me kokë, frimarje, frymëzjerje. Regjia, na fusni pak muzikën që të futemi dhe ne në gjendje. S'ka nevojë fare, ja do të ndihmoj unë. Dhe nga ana tjetër, plaj djafta, kalojmë në qendër, lëshoje mjekrën përsëri poshtë, dhe fillo rrotulloje kokën, nga e majta, që tërhiqen muskujt anës së djathtë, mbrapa, tërhiqen muskujt e fytit. Qetëson dhimbjen e kokës kjo? Kjo nuk është se qetëson dhimbjen e kokës, do ta them. Sa po të mbarojmë ciklin, deri poshtë mjekra. Edhe vazhdojmë nga ana tjetër, mos harroni asnjëherë. Gjithçka që do bëni, do ta bëni nga të dyja anët, gjithmonë. Mos e lini ushtrimet vetëm nga njëra anë. Mos mendoni se ju do ana e majtë dhe ju mjafton. Qëndrojmë në qendër, çoj kokën ngadalë dhe qëndrojmë dhe po sqaroj ushtrimin që sapo bëm. Nuk mund të thuhet që kjo po qetëson dhimbjen e kokës, sepse koka mund dëmi nga shumë gjëra. Por edhe kur ke dhimbje qafe, duhet kujdesesh ta bësh sa më ngadalë. Pra duhet të gjesh diçka për të qetësuar. Për të qetësuar. Dikush po shqetësohet. Po shqetësohet nga lëvizja e kokës. Vazhdojmë, nuk ka gjë. Mua po thoj atë ushtrimin e vështirë. Ka ushtrimin e vështirë. Ishte ai që ja do ta shohim. Edhe kjo besoj bëhet, po ishte njëra që ajo zonja është mbi 50-at. Se shikoj bëhet më Romina, grupi. Ishte njëra kështu që se si ishte kështu. Ja kjo. Ja qëndrojmë te kjo. Është zonja 74 vjeçare. Po qëndrojmë te kjo. Ta bëj ajo, mos ta bëjmë ne. Ta heqim Ta dorë. bëj unë, edhe juve do ju ndihmoj unë, pa problem. Kalojmë krahun e djathtë, pa problem, do ju ndihmoj unë. Është frimarje, krahu i djathtë. Dhe e fut shpatullën, duke e lëshuar shpatullën poshtë. Nuk do ta hapim këmbën, me këmbë të mbyllura. Nuk hapet këmba se jeni të tre shumë afër. Po e kuptoj. Ashtu, qëndrojmë, bravo. Bravo ty. Ja, shumë mirë. Ja, edhe me Qysh me 74 vjeçë mos ta bëjmë ne. Nuk ka fare lidhje. Po më ndim se Je shumë mirë. Kjo lehtëson shtyllën kurrizore, shojmë shqetësimin ndërmjet shpatullave. Edhe gjithmonë mund ta bësh dhe nga ana tjetër që ti jesh më rehat. Bëjeve një herë që ta mësosh tamam. Kalosh krahun. Hajde Krista, e provojmë edhe një herë se s'kam frimarje. Se s'kam Fute hapësirë. shpatullën, lëshohu, do të ndihmoj unë, pa problem. Frymëzjerje. Ma jep të dorën tani, të krahun tënd. Mund ta bëjmë, shikojeni në këtë mënyrë. Po e bën shumë mirë, po e bën shumë bukur, sinqerisht. Mund të kemi edhe këtë mënyrën këtu, duke qëndruar. Thjesht merr frym, lëshoj trupin të Jam mirë. Funksionoj akoma. Është shumë bukur, është shumë mirë. Mjafton që të ndihet mirë. Ti je që nga prej për këtë punë. Jo, nuk është çështja se është prerë. Jo, s'po e bëja dot, e shtova 3 herë. Sepse nuk e veshin e duhur. Duhet kesh veshin e duhur. Foli pak. Bravo, e ke realizuar ushtrimin shumë mirë. Ke ndej akoma më shumë. Mos lëviz do të lëviz. Goca do të kuptojnë që unë kam bërë 2 vite crossfit. Edhe kam bërë goxha ushtrime stretching. Kështu që Bravo. Faleminderit shumë, e ke realizuar. Faleminderit shumë. Ishte nxënës shumë i mirë. Po një ushtrim tjetër që është më i vështirë fare që ta bëj tiri se do sfidohesh deri në fund. Çfarë do tiri të bësh tjetër? Kur ku vjen para? Unë do thoja një ushtrim që mund ta bëj Romina me minifund. Po. Romina me minifund çohu. Ja do të po, në këmbë ose ulur. Ha shpëtova. Po. Duhet me ditë gjithmonë. Edhe çohemi edhe ne. Po, edhe mund çohemi. Duhet me ditë gjithmonë që yoga nuk realizohet vetëm ulur. Mund të jemi në këmbë, kudo që të jemi në zyrat, edhe ulur aty mund bësh 2 ushtrime. Hapi këmbët sa gjërësia e baqinit tuaj, ose edhe më pak, gëshetoj, gishtat, është ushtrimit thjesht, drejt, shpëtat e këmbëve paralel me njëra tjetrën, gjithmonë paralel, kujdesuni për këmbët, shtri lartë krahët, kjo është pozicioni. S'le bluza. S'le bluza as këtu. Atëherë, bashkoj.
këtu. Edhe këtu mund të rini shumë mirë duke marrë dhe duke nxjerrë frymë. Ushtrimin që do bëjmë për Këte me frimarje e qanë, Romi. Jemi këtu përsëri, shikoni duart e mia. Hape krarorin, lëshoj kokën. Jemi kështu, do me thënë. Po, bravo. Fute bacinin, vite. Bravo, shumë mirë. Mos i nxirrni mbrapa viten që të krijoj hark. Korrekt, trupi, shumë mirë. Jeni shumë mirë. Ja një ushtrim tjetër. Shia morëm dorën që në seancën e farë. Aty, përsëri dhe një ushtrim. Po. Që do ju ndihmoj, mund t'jeni dhe ullur dhe në karikën këtë ushtrim, por edhe ndonjur si qishim. Vendosi këtu duart mbi gjunjë, kombët kujdes. Kombët po. Bravo. Hape krarorin, po dalë kështu. Frymarrje. Tërhiqe shpinën. Frymëzjerje, mikra drejt krarorit. Dhe përsërisim. Gocat e kanë natyrale. Jo. Frymëzjerje. Shumë mirë. Gocat natyrale dhe çunat natyrale. E more komplimente. Shpinën e kemi në shtulla kurizore, nuk na ndryshon gjë shtulla kurizore. Nina, na ke kënaqur sot dhe ne jemi shumë kurioz. Po, bëm shumë kurioz që folu për jogën, ka shumë për të bërë, por nuk janë vetëm ushtrimet fizike. Nuk është bukuria e jashtme, mendoj unë në yoga. Është bukuria e brendshme, është buzëqeshja dhe kur njeriu ka buzëqeshje që në mëngjes siç jeni ju. Faleminderit. Dhe kur e fillon në mënyrë të qëllimshme ditën, me buzëqeshje, me frymarrje, me ushtrime, ka shumë të ngjarë që dita juaj të jetë shumë e bukur. Shumë faleminderit. Ashtu do jetë dhe sot me gjithë të energji që morëm nga buzëqeshja jote ngjitse në radhë parë dhe pastaj me gjitha ato leksionet e jogës. Shpresojmë që të na vish në një herë tjetër, të bëjmë ushtrime akoma dhe më të vështirë. Do sfidohesh. Dhe ne do vim. Me shumë shërë. Nina, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Ikim reklamat. Namaste.